Përshëndetje fillestar, mirë se erdhët në E-klasë. Unë jam Mejlan Ahmeti, mësuese e klasës së parë pranë shkollës fillore Ismail Qemali në Shkup. Sot së bashku me ju, në lëndën e gjuhës shqipe, do të flasim për temën Flas për veten dhe dëgjojmë të tjerë. Qëllimet mësimore janë: nxënësit të aftësohen të përshkruajnë ngjarje të përditshme lidhur me temat e dhëna, të njihen me numërore, të respektojnë rregullat e klasës, të ndëgjojnë me kujdes atë që flet, të nxiten të flasin qartë dhe kuptueshëm, me ton të matur dhe të drejtohen të tjerëve në mënyrë të kulturuar. Nxënës, sot do të kërkoj nga çdo njeri prej jush që ta përshkruani rrugën prej në shtëpi deri në shkollë, të gjitha përgatitjet që ju dhe prindërit tuaj i bëni për të arritur në shkollë. Radhën do ta merr fëmia, te i cili do të mbaroj fjala e fundit e numërores. Fillojmë me numëroren. Rona, rona, peperona, bjer shi në ara tona, të na bëhet bere qeti dhe të haje gjithë mileti. Radha është e Elizës. Eliza fillon rrëfimin e saj. Kur zgjohem në mëngjes herët, mbasi ta kem kurdisur alarmin e orës, sepse pak unë orën kam fillu të mësoj, te dera, mami më prek dhe vjen të më zgjoj ta gjumi. Ajo vjen, më puf në ballë dhe më përshëndet. Edhe unë atë e përshëndes në mëngjes dhe e pufi në ballë. Më pas, shkoj për t'i larë dhëmbët dhe fytyrën time. Si të kem mbaruar me këtë, nisem për në dhomë të vesh rrobat e mia, të cilat mi kishte vu mami në varësen e rrobave. Andej, i krehi flokët dhe nisem nga kuzhina, ku në tavolin më pret mëngjesi, të cilën e kishte përgatitur mami im. Mandej, mami më merr mua dhe vëllaun të na çojë në shkollë. Rrugës takoj nxënësit tjerë të klasës, të cilët njësoj shumë shpejtojnë që të shkojnë në shkollë për mos të vonuar në orën e mësimit. Te dera e shkollës na pret mësuesja, me të cilën përshëndetemi dhe të gjithë së bashku hym në klasë. Kjo ishte rrëfimi i Elizës. Tash do ta themi prap numëroren dhe të cili fëmijë do të jetë fjala e fundit e numërores, ai do të vazhdojë. Kështu, mendoj se me kënaqësi do t'i ndihmojmë të gjithë fëmijët e klasës. Për detyrë shtëpie, keni të kërkoni nga prindërit tuaj që t'u ndihmojnë të shënoni rrugën që bëni ju prej shtëpie deri në shkollë. Në prifte mbara,